يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Një fjallë e mirë edhe një falje është ma mirë se sa një sadaka e cila përcillet me përmendje. Allahu Ghaniyun Halim. Allahu subhanahu wa taala është i pasur edhe është i urtë. Ja ayyuhalladhina amanu o musliman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mas i prishni sadaqate juaja duke i përmend ato edhe duke u lëvdu të tjerët me sadaqat që keni dhënë. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Mos e bëni sigur ata të cilët e shpenzojnë pasurinë e tyre për me i pa halki, për me i pa njerëzit. Wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir. E që nuk e besojnë Allahun, e nuk e besojnë ditën e fundit. Famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun faasabahu wabilun fatarakahu salda. Se shembulli atij është sikur shembulli i dikujt i cili e kalon një ulse me një vend dhe e ka mbështjell me zall, e ka forcu kam të asaj ulses me zall, edhe kur vjen uji ja merr zallin edhe ja prish bazën e ulses. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Kur gjë s'mrin me këtë punëç, Allahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah subhanahu wa taala nuk i udhëzon popullin që janë pabesimtarë. Ta jetë Allah subhanahu wa taala flet për ata që japin, ata që japin në rrugën e Allah subhanahu wa taala, nuk ka dyshim se shpërblimet i kanë të mëdha te Allah subhanahu wa taala, por gjithçka që ka shpërblim të madh, edhe rreziku është shumë i madh nëse nuk është vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në ajetet dhe hadithe, Allah subhanahu wa taala tregon për shpërblimin e madh të atij i cili lufton rrugën e Allahut, për shpërblimin e madh të atij i cili ka dituri, shpërblimin e madh të atij i cili jep sadaka. Dhe komentatorët e Kur'anit kanë thënë ummeti duhet me bashkue këta tre lloj njerëzish nëse dëshirojnë që feja me ecë përpara. Me i bë bashk ata cilët luftojnë rrugën e Allahut, ata cilët kanë dituri, ata cilët japin pasuni, ata cilët japin dhe luftojnë, ata cilët i drejtojnë dhe i mësojnë ata cilët japin dhe luftojnë, edhe kështu shkon feja Allah subhanahu wa taala përpara. Nëse këta nuk bëhen në të ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, çështja ka me vazhdue me mbet ashtu qysh ka mbet. Dhe shpërblimi i madh për ata cilët japin sadaka në rrugën e Allahut fi sabilillah e ka dhe rrezikun që nëse nuk bëhet sakt për hir të Allahut subhanahu wa taala, dënimi pastaj është shumë i rëndë. Ata cilët japin, sa për më i thonë halki që po japin,
ata të cilët japin për me fituni autoritet të popullit, të musliman të tjerë, për shkak se ai që jep zakonisht është pak më lart se sa ata të cilët kanë marrë. Dhe nëse bëhet kështu, në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ditën e Kiametit fillon xhenemi me këta njerëz, me ata të cilët kanë dhënë sadaka. Por që sadakaja atyre në parim, në thelb nuk ka qenë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Qaulun ma'ruf, veç me folë një fjalë të mirë, edhe me falë, khajru min sadaqatin yatba'uha adha, është shumë më e mirë se sa me dhënë sadaka e masalena këtë muhabetin me sillë dhe sadaka që e ke dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësua që nëse dikush lyp në s'kena mundësi mi dhonë, të paktën folë një fjalë të mirë, Allah inshallah t'jep. Khajr, kjo është shumë mirë. Ma mirë është me thonë qëtë fjalë, se sa mi dhonë edhe të na i dhash se dia ashtu kështu 100 muhabete rreth asaj që e ke dhonë. Ne përmenëm se nëse e ke dhonë për hir të Allahut, Allahu edhe ka po edhe e din. S'ka nevojë me folma. Wallahu ghaniyun halim. Allah subhanahu wa taala është i pasur. E ka përmenë Allah subhanahu wa taala në ajet, Allah është i pasur, e ka zotë me që japën se ju një të dhonë për vetë, se si një të dhonë për Allah, se Allah si vinë keq. Ata që japë minna, as ata që bëjmë ibadet, as të shtonë për shtetin e tij as gjonë, as nuk i mungon nëse nësë bëjmë që të bëjmë ibadet, as një gjojnë, kretë që ka bëjmë është për vetët e tonë. Nëse japim fise bilillah është për vetët tonë. Nëse si japim muhabet është kundër vetët tonë. Nëse se përmenmi e rujmë, shpresojmë të Allah është për neve. Nëse një spol apet kur gjove që veti ka bo zarar. Wallahu ghani, Allah subhanahu wa taala është i pasur. Halim, Allah subhanahu wa taala është i urtë i ditur, i mpret për të gjitha çështjet. Ja ju alladhina amanu, o besimtar, o musliman, la tubtilu sadaqatikum, mos i prishni sadakat e juve, se sadakat edhe veprat e mira, sikur kanë përmend pjesë e komentatorëve të Kuranit, veprat nuk është vështirë me i bë, po është vështirë me i majt. Se plot njerëz kanë bërë veprat mira, masane janë pendu për to që i kanë bërë. Ajo është kot. Për të motin edhe, përmeni dikush për një, që ka kontribuar në rrugën e Allah subhanahu wa taala dhe tha, masane o penduë. Thosh mirë, Allah e pranon pendimin, çfarë bëu? I pus. Vepër që e ke bërë për hir të Allah subhanahu wa taala, do të më rujt deri në del shpirti. Mos më prish, as në tjenë namaz, as në tjenë agjerim, as në tjenë sadaka, as në tjenë haqë, as gjithë shka, më rujt. Ate që punojmë për hir të Allah subhanahu wa taala, me mitë si e tillë, deri sa të takojmë Allah subhanahu wa taala. Dhe nuk është që vetë sadakaja prishet, prishet edhe haqë, prishet edhe namazi, prishet edhe agjerimi. Me ditë që s'ka ditë kiametit, fërë për dhe lakje. Atëre që shku me agjeruë, shtu në zetë, me pas ditë në dyshime, se herë që e qëtë në dyshim, atë që e bënë për hir të Allah subhanahu wa taala, ajo prishet. Se herë që e bënë në dyshim në ibadet, që e ke bo për hir të Allah subhanahu wa taala, ajo është ibadet i prishur. Ja ju alladhina amanu, o besimtar, la tubtilu sadaqatikum, mos i çoni poshtë. La tubtilu, mos i hubni, mos i çoni poshtë sadakat e juve. Bil manni wal adha, me përmendje dhe gërdi, se shumë është gërdi, ata që të japin pastaj mundohen bazë asaj që e kanë dhënë me nxjerr diçka, qoftë atje përfitim moral, ose me kon më ngritur, ose më kon më i dëftuar, ose të ngjashme. Këlledhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, për shkak se kush i përmend sadakat bën pjesë të ata të cilët i kanë dhënë për mi pa njerëzit.
Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dhe s'është e besu Allahun as ditën e Kiametit, se kur që beson Allahun as ditën e Kiametit, se kish bën për me pa njerëzit hiç. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. E ka sjellë Allahu subhanahu wa taala një shembull për ata të cilët japin sadaka dhe e përmendin sadakat e tyre, ose kanë diçka tjetër përveç për hir të Allahu subhanahu wa taala, një shembull shumë interesant. Sikur shembulli i atij i cili kanë dashur me ndresh një vend për veti, një ulse, një vend kurri, edhe atë vendin, shtyllat, komt, asaj karrike, ka dashur mi përforcue, sikur që përforcohet me beton, ose të gjashme ka mbledh zall, e ka forcue komt e karrikës, e ka forcu me zall. Bjen një shi, zalli ka shkue, ka quhe, ku me net kjo karrikë? E ka lanë dëshveshur, ke dhonë sadaka një bazë e mirë, kur e ke prish me ato cilat janë përmenje dhe qëllime tjera, përveç kënaqësisë Allah subhanahu wa taala, është sikur me lanë vendin tënë me ta që uje. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Asnjë sen nuk e mrit Allahu subhanahu wa taala me këtë punë. Sadakon e botës, pasurinë krejt me dhonë, nëse e përcjell me përmendje, me lavdrata, me qëllime, me nxjerr diçka përveç kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, asnjë gjë s'ka fitu hiç. Wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Allah subhanahu wa taala nuk i udhëzon ata të cilët janë pa besimtar. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب